Shkodran, bashkëqytetar, faleminderit shumë që keni ardhur. Unë sot para jush nuk qëndroj thjesht si një kandidate për deputete e kësaj zone, por si një bia juaj që i ka shëtit tana logicat, i ka marrë tana plakat dhe ka trokit derë të çdo banor për të kujdes dhe për të pyet për hallet dhe shqetësimet e tyne që ato kanë deri në këto momente. Kam pyet çdo qytetar se ç'a i shqetëson ata më shumë, edhe kam marrë shënime dhe ndoshta është hera e parë që unë maj letër kur dalim për me fol, edhe për me prezentu jo vetëm hallet e qytetarëve, por edhe zgjidhjet që ne propozojmë. Pikë pari, du me theksu që është një nder dhe privilegj shumë i madh për mua që të jem kandidate për deputete e Partisë Demokratike, duke i qëndruar shumë besnike linjës së Shkodrës, linjës së lirisë së individit, linjës së lirisë së besimit fetar dhe linjës së mbrojtjes së atëut, ashtu siç kanë qenë edhe të parët tanë. Por bashkë me këtë privilegj, më vjen edhe një përgjegjësi shumë e madhe, sepse unë e mendoj politikën si niveli më i lartë i shërbesës qytetare, nëse secili që bën një profesion ka është një lloj shërbëtore, dikush është pedagog, shërben te studentët, dikush është kamarier, dikush është violinist. Mendoj që puna e deputetit është një përgjegjësi që i përfshin të tana gjanat. I di problematikat që has kjo zonë përveç programit të Partisë Demokratike, të cilën ne e kemi shpalos shumë shpesh, i cili fillon që nga paketa e emergjencës edhe prek rrogat, prek sistemin shëndetësor dhe sistemin arsimor. Do ndalesha te disa problematika që i ka specifikisht kjo zonë. Edhe e para, sipas studimeve, kjo zonë kalon të gjitha ndodhjet akustike më të larta se sa ç'është e parashikuar në decibel për një zonë, por sidomos për një zonë të banuar. Besoj që gjithë ne, duke pas parasysh se jemi njerëz të dalë, e kemi shëtit zona të tjera, qendrat e tjera europiane, ku thuhet se nuk lejohet më pas orës 10. Mos bëni zhurmë pas orës 10. E njëjta gjë duhet të aplikohet me do e mos edhe në zonën e Gjuhadolit, pasi kjo është një zonë që nuk është një zonë industriale apo zonë tregut, por është një zonë e banueshme nga qytetarët. Problematik tjetër është edhe keq menaxhimi i hapësirave publike. Shumë qytetarë e gjejnë veten të pamujtur për me aksesu shtëpiat e tyre që kanë. Sepse ose ju zihet trotuari nga makina që parkojnë orar pa orar, por se dikush që ka makinë mund të thonë që okej, po unë ku me parku? Një problem tjetër që has jo vetëm kjo zonë, po komplet zona e Shkodrës është edhe parkimi. Pra kjo Shkodra nuk ka një parkim të mirë përcaktuar. Inspektoriatët, të cilët supozohet që të vinë dhe të kontrollojnë se çfarë problematika ka kjo zonë, nuk kalojnë edhe nuk duken asnjëherë, të paktën shumë kanë thënë edhe banorët e zonës. Në një takim me inxhinier dhe urbanist, kam pa planin madhështor që ka pas Gjuhadoli kur e kena ndërtuar ne në kohën e qeverisë së Partisë Demokratike, ka pas një plan madhështor të dritave dhe çdo gjë. Ky plan është masakru dhe kemi marrë një shpërfytyrim arkitektonor të zonës së Gjuhadolit, duke vendosur disa drita që faktikisht duken më shumë si taverna se sa një zonë kulturore siç është kjo e Gjuhadolit. Një problematik tjetër që kam has është pjesa e mos menaxhimit të shtrimit të rrugëve, të pllakave, të cilët kalojnë qytetarët. Ju më keni thënë se 2 pika shi me ra, ato pllakat ju kthejnë një ujë mrapsht, duke bërë kështu shumë të vështirë kalimin dhe jetesën në këtë zonë. Duhet nal tek moshta e fundit dhe e parafundit, masakra që po i bëhet kësaj zone në 2 pika. E para është rënimi i zonës që është e përfshirë në UNESCO. Me anë të një banderole që sharaki qëndroni larg objektit. Në të vërtetë nuk është se duhet qytetarët të qëndrojnë larg objektit. Duhet që ministria
ti përmbush të gjitha ato kritere që UNESCO ja ka përcaktuar për të mbajtur një zonë të tillë të rëndësisë të veçantë siç është zona e Gjohadolit. Sepse me këtë logjik qëndroni larg objektit, i vjen që s'kena spitale, qëndroni larg spitalit. S'kena shkolla, qëndroni larg shkollës. S'kena universitete, qëndroni larg universiteteve. S'kena banka, qëndroni larg lekëve. Pra kjo nuk është një tallje që është bërë zonës së Gjohadolit. Problematika tjera sigurisht është menaxhimi i mbeturinave në këtë zonë. Ne kemi bërë një dorëncim para disa ditësh dhe jo vetëm që nuk është dhënë zgjidhje mënyrës së menaxhimit të mbeturinave, por sa herë kalojnë në përkunditsa të ndryshme, vetëm gjej kazane të mbushura dhe vlerat e hedhura në rrugë. Kjo gjë duhet marrë fund për një zonë të rëndësisë veçantë siç është kjo zonë. Por sa kalon zonën e Gjohadolit, sepse rajoni nëmër 3 shtrihet përtej kësaj zone, gjen rrugë të cilat nuk është se i ngjasojnë rrugëve të qendrës së qytetit të Shkodrës, rrugë të bashtruara dhe rrugë të pandrequara sapo del nga ana e Gjohadolit. Në një takim me dy pedagogë sot mbasdite, ata më thanë që është e pamundur se si disa njerëz që kanë intelekt të mos e votojnë Partinë Demokratike për programin Çajo ka, se të caktosh një rrogë mesatare 1.200 euro, duhet vetëm për kësaj gjës, duhet që të votosh Partinë Demokratike. Sepse e di që ndoshta u mërzitet, po pjesa tjetër është menaxhimi i trafikut në këtë zonë, menaxhimi i hyrje-daljeve të makinave në këtë zonë që është një zonë me akses të kufizuar. Ajo që dua t'ju them unë, për gjitha këto problematikat që ne kemi hasur në këtë zonë, e cila është lënë në harres, në këtë zonë e cila po shkatërrohet dita ditës, duke e hequr çdo ditë nga një kolon me qëllimin e vetëm për ta rënuar dhe ta shkatruar këtë zonë, dua t'ju bëj një thirrje, mos lejoni që kjo zonë të vazhdojë të rënohet dhe të shkatrohet, por votoni Partinë Demokratike dhe Aleancën Patriotike që të vazhdojnë rindërtimin e kësaj zone dhe rikëtimin e dignitetit jo vetëm